Në emisionin tonë nuk mungojnë linja të drejt për drejta nga tereni dhe pikërisht sot në linjë të drejt për drejt kemi kolegën tonë Abibe Qaili me doktoreshën, me pulmologën, mund të themi Rabie Mustafa, e cila do flasi në pikërisht për shëndetin e njeriu që tani më në kohëve të ftoftat e dim që shpeshe në paraqiten në probleme me rrugët e frymarrjes, me organet e frymarrjes dhe kështu që për më tepër se cilat me këshilla që do na japin me doktoreshën Rabie Mustafa. Shpresoj që tani më Abibën e kemi gati nga tereni dhe na dëgjon. Po, mirëmëngjesi Rejhan, me qenë se jemi në stinën e dimrit, periudhë gjatë të cilës vërehen rritjen e problemeve respiratore, faktorët si temperaturat e ulta, infeksionet sezonale dhe ndotja e ajrit ndikojnë në shëndetin e mushkrive. Për të na folur më shumë se si duhet të kujdesemi gjatë kësaj periudhe, kam kënaqësinë të kem këtu pranë meje pulmologën Rabie Mustafa. Përshëndetje dhe faleminderit që jep pjesë emisionit Ritmi i ditës. Përshëndetje edhe juve, përshëndetje për gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Doktoresh, tani më jemi në stinën e dimrit, nëse mund të na thoni se si ndikon kjo periudhë në shëndetin e mushkrive dhe të frymarrjes. Padyshim që jemi në një periudhë shumë më delikate, do të thoja, periudha gjatë së cilës kemi, domethënë, uljen e temperaturave, rritjen e ndotjes së ajrit dhe gjithë këto dy faktorë janë ndër dhe rritjen e viruseve, padyshim. Këto janë faktorët e cilat mjaft domethënë ndikojnë në shëndetin e mushkrive. Kjo vjen si rezultati mundësisë, domethënë, në njëra anë, domethënë, tharja e ajrit, e cila ndodh domethënë gjatë uljes së temperaturave, shkakton dëmtimin e epitelit të rrugëve të frymarrjes, e cila pastaj mundson shumë lehtë edhe depërtimin e çdo mikrobi ose çdo virusi, domethënë, që pastaj të shkaktoj probleme të më tutjeshme. Nga ana tjetër edhe prania e grimcave në ambientin, domethënë, si rezultati i ndotjes së ajrit, edhe ajo ndikon me një farë mënyre, domethënë, në dëmtimin e rrugëve respiratore, dhe kjo për fat keq i godet gjithë popullatën, mirë po më të rrezikuar janë personat e cilat janë me sëmundje kronike të mushkrive, siç janë pacientat me astëm, me sëmundje pulmonare obstruktive kronike, bronkitet kronike, patjetër që edhe fëmijët e cilat janë pak më delikat, mirë po nuk përjashtohen edhe popullata në përgjithësi, tek të cilët si rezultati këtyre grimcave mund të fillojnë, domethënë, procese të cilat në fillim janë të padukshme, ndërsa me kalimin e kohës mund të jenë serioze. Po, cilat janë simptoma që nuk duhet neglizhuar gjatë dimrit dhe kërkojnë kontroll mjekësor? Do të thoja tek personat e cilat veç kanë sëmundje kronike, për shembull sëmundjet personat që kanë sëmundje kronike obstruktive, pacientat domethënë me SPOK dhe pacientat me astëm, ato veç kanë simptomet, do të thoja simptoma kronike, të cilat në qoftë se tek ta vërehet domethënë rritja e këtyre simptomeve, si për shembull një kollë e vazhdueshme, një hipersekretim, domethënë me ngjyrë, atëherë duhet së pari të paraqiten te mjeku. Te mjeku pastaj të paktën të bëhet një pasqyrë gjakut ose të bëhet një kontrollim minimal të paktën që pastaj të mund të referohem tek pulmologu. Ndërsa tek popullata në përgjithësi do të thoja që nuk është më tepër do duhet të punoj në aspektin e preventiv, me aq sa kemi mundësi, për fat keq ajri është gjithandej, ajri i ndotur është gjithandej, viruset është problem që tu shmangemi, megjithatë të mundohen të përdorin ndonjë mënyrë alternative për të parandaluar, domethënë, forcimin e imunitetit, mos aktivitetin fizik kur ndotja e ajrit është shumë e rritur, se edhe ajo mund të ndikojë negativisht, ventilimin e ambienteve të brendshme, mirë po në kohë caktuar, për shembull në kohët mëngjesit, kur ajri nuk është shumë i ndotur, ose pas shiut, në qoftë se kemi rreshje të shiut. Do të thoja, domethënë, pavarësisht nga problemet që kanë, domethënë, tek pacientat kronik duhet të kenë pak më tepër kujdes të kontrollohen te mjeku. Ndërsa personat e shëndosh duhet të kenë më tepër fokusim tek preventiva, tek parandalimi i këtyre gjënave, me aq sa kemi mundësi.
E dim që Maqedonia në vite gjendet në listë ndër vendet më të ndotura në Evropë, por edhe në botë. Mund të na thoni se sa e rrezikshme është ndotja e ajrit për shëndetin e mushkërive, veçanërisht në muajt e dimrit? Padyshim që është shumë e rrezikshme, për fat keq ne edhe si mjek, po edhe popullata në përgjithësi është e vështirë, domethënë që të kontribuoje me një farë mënyre në këtë aspekt, sepse më tepër duhet të bëhen masa nga ana e shtetit që të bëhet parandalimi i këtyre grimcave. Padyshim që këto grimca, siç thash edhe më lart, janë grimca aq të vogla, të cilat akumulohen në ambient si rezultati i akumulimit të shumë elementeve, siç janë metalet, komponimet organike, dhe ato janë aq të vogla saqë arrin të depërtojnë deri në nivel të alveoleve. Domethënë trupi me barierat e tyre të rrugëve të sipër me respiratore nuk arrin që ti parandaloj. Dhe kjo është pikërisht ajo rreziku i këtij ajrit ndotur edhe këtyre grimcave, të cilat më vonë pastaj mund të krijojnë probleme, jo vetëm të mushkërive, por edhe probleme tjera, si në nivel të trurit, në përgjithësi në gjithë organizmin. Kjo është një alarm që duhet maksimum të jepet nga ana e shtetit të ndihmohet, domethënë në parandalimin e këtyre, domethënë në paraqitjen në krijimin e politikave të ndryshme që të arrijnë pastrimin, domethënë pastrimin e ajrit në përgjithësi. Ato nëse futemi në atë temë, atëherë do duhet një emision tjetër, ose kështu që nuk do futem në aty, është punë e shtetit që duhet të fokusohet në atë aspekt. Po cilat janë pasojat afatshkurte dhe afatgjate të thithjes së ajrit të ndotur? Po, thash pak a shumë të njëjtën, domethënë pasojat afatshkurtër mund të jetë një koll për shembull, mund të jetë një ndryshim i vogël në një vështirësi trymarrje, mirë, po pasojat afatgjate, siç thash edhe më lart, domethënë mund të ndodhë edhe deri në paraqitjen e smundjeve, paraqitjen e astmës, që për shembull kemi raste që astma mund të themi që është smundje e fshehur dhe mund të mos paraqitet nëse nuk është ajri i ndotur nga jashtë. Mirë, po nëse mbi vendoset faktori i jashtëm, atëherë ajo del në pa. Prandaj është shumë e nevojshme kjo. Pasojat mund të jetë të ndryshme, mund të kemi veç rritje, domethënë edhe të kancerit, jo që nuk është vetëm si rezultati i pirjes së duanit, mirë, po edhe si rezultati i pranisë së ndotjes së ajrit në ambientin e jashtëm. Po si ndikon ndotja e ajrit tek fëmijët, të moshuarit dhe gratë shtatzane? Padyshim të njëjtat, vetëm se kjo kategori është edhe më e dobët, edhe tek këta persona, domethënë imuniteti i këtyre është shumë më i dobët edhe mund të ndikojë pak më keq se sa tek personat normal, po. Po çfarë masash mund të marrin qytetarët për të mbrojtur nga ajri i ndotur? Do kisha një sugjerim për qytetarët, domethënë të shmangen hapësirave ku ka shumë njerëz, nëse ka mundësi kjo të bëhet, të mos kenë, domethënë, mos të merren me aktivitet fizik, nëse persona që merren me aktivitet fizik mos shkojnë nëpër ambient, mos të kenë aktivitet në vende kur niveli i ndotjes është shumë më i lartë. Nëse këta vendosin ta bëjnë, atëherë ne të shkojnë, domethënë, diku ku ka hapësira gjelbruese më shumë, sepse aty padyshim që është ajri pak më i pastër. Është e nevojshme në këtë periudhë të përdoret maska, të cilat janë maskat FF5 ose K95, të cilat janë pak më të trashë, domethënë më kualitative dhe arrin që ta mbrojnë me një farë mënyre. Ndihmojnë, po, në ambientet e jashtme. Ndërsa në ambientet e brendshme fokusimi është prapë te forcimi i imunitetit, sepse periudha e dimrit normal që nuk kemi edhe rreze të diellit mjaftueshëm, të cilat mund të ndikojnë në uljen e vitaminës D, e cila
pastaj indirekt ndikon në uljen e imunitetit, preferohet në këto raste të përdoren vitamina D3, sidomos te fëmijët, te pleqt, te këto që kanë imunitet më të dobët, sepse mund të rrisë imunitetin. Përdorimi i çajrave, përdorimi i pemëve, perimeve të cilat kanë vitaminë C, të cilat me një farë mënyrë do të arrisnin imunitetin edhe forcimi i imunitetit mund ta luftojë, domethënë, që të mos ketë domethënë dëmtime shumë të mëdha ose mos ketë paraqitje të cilat mund të jenë të parikthyer. Cila ishte ndoshta njëra nga këshillat që do t'ja jepni qytetarëve për të mbrojtur? Paka shumë këshillat veç se i thash, këto janë këshillat e mia, domethënë te pacientat që janë kronik, mos të grupohen, kjo është shumë e nevojshme, sepse një pacient me një simptom, me një smundje pulmonare obstruktive kronike, nëse grupohet në shumë vende, në vende ku nuk është edhe ventilimi i mjaftueshëm, ai padyshim që do të ketë kontakt me ndonjë virus, me ndonjë bakterie dhe në këtë mënyrë edhe do të smuaj shumë më shpejt edhe më lehtë. Kjo në përgjithësi, këto janë paka shumë, ato që i thash edhe më herët nuk besoj që ka nevojë të përsëriten. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve. Po pra mjekët apelojnë për kujdes të shtuar gjatë dimrit, veçanërisht tek personat me sëmundje kronike të mushkrive, ndjekja e këshillave mjekësore dhe shmangja e ekspozimit ndaj ajrit të ndotur mbeten të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit. Studio. Të faleminderit shumë Abibe dhe doktoreshën për gjitha këto informacione dhe për gjitha këto këshilla që i dhat pikërisht nëpërmjet emisionit tonë në Ritmi i ditës.